Parlamenti gjerman miratoi buxhetin për vitin e ardhshëm ku parashikohen më pak fonde për ndihmat për zhvillim. Dokumenti u miratua me votat e koalicionit qeverisës, konservatorëve, CDU, CSU dhe socialdemokratëve. Në buxhetin bazë parashikohen shpenzime prej 524.5 miliardë euro. Në saj shume ushtohen shpenzimet për fonde speciale për infrastrukturën dhe neutralitetin klimatik, si dhe për forcat e armatosura që do të financohen nga marrja e kredive. Kështu borxhi i ri i Gjermanisë do të arrijë vitin e ardhshëm në mbi 180 miliardë euro. Ky është borxhi i dytë më i lartë në historinë e Republikës Federale të Gjermanisë. Ministri federal i financave Lars Klingbeil tha se ky buxhet parashikon edhe rekord investimesh. Pjesa më e madhe e buxhetit, rreth 197 miliardë euro, do të shkojnë në sektorin e punës dhe të çështjeve sociale, sidomos për pensionet. Në vendin e dytë për sa i përket financimeve renditet Ministria e Mbrojtjes, e cila do të marrë rreth 108 miliardë euro. Ky është buxheti më i lartë i Gjermanisë për mbrojtjen që nga koha e luftës së ftohtë. Një pjesë e madhe e parave do të shkojë për pajisje dhe municione ushtarake. Buxheti për Ministrinë e Bashkëpunimit për Zhvillim do të reduktohet në 10.06 miliardë euro, që është shuma më e vogël në buxhetin e përgjithshëm të vendit në 15 vitet e fundit. Ukrainës do të jepet në vitin 2026 ndihmë në vlerë prej 11.5 miliardë euro. Buxheti me investimet më të larta do të jetë ai i Ministrisë së Transporteve. Për investime të mëdha në rrugë, ura dhe hekurudha do të jepen 14 miliardë euro nga buxheti rregullt, si dhe 21 miliardë euro nga Fondi Special për Infrastrukturën.